Jeno oferte dhe ti. Kjo fjalimet cilën një prej avokatëve në dosjen Plumbi i Artë pretendoi se u tha nga Nurettin Dumani u bë shkak për shtyrje të seancës. I penduari i drejtësisë këtë të njëjtë foli për vrasjen e mbetur në tentativë ndaj administratorit të shkollës Wilson, Lulzim Mashës. Për vrasjen e Lulzim Mashës i kam thënë Henrikut në telefon në Sky ose Matrix. Pagesa ka qenë 150 fillimisht dhe më pas 200. Me sa më kujtohet i kam dhënë 10.000 euro kapar. Kujtoj që 10 i kam mbajt vet. Mbaj mend që i kam dhënë edhe makinën, Golf, 2 armë zjarri. Porosia për të vrarë Mashën më është dhënë nga Suel Çela, i cili më ka thënë që nuk ishte tia, por e një miku të tij. Por gjatë fjalës të penduarit të drejtësisë ka ndërhyrë Henrik Hoxhaj, i cili sipas Dumanit ka marrë përsipër ekzekutimin. Është marrë porosia fillimisht për djalin e Lulzim Mashës, po djali nuk ka ardhur dhe i kemi rënë Lulzim Mashës. Djali Mashës ishte në Maqedoni dhe ne po e prisim të vinte nga andej, por nuk erdhi. Mëtej Dumani ka rrëfyer edhe episodin ku ai vetë mbeti i plagosur. Kur kam hyrë në Shqipëri kam qëndruar te Bujar Gërmizi në Kukës. Ditën kur jam plagos jemi nis me vrau Tikilen. Jemi nis për Elbasan. Morëm 2 kallash dhe një pistolet jugoslave. I thash Suelit jam te kthesa e Cërikut. Pash 5 makina që po vinin rrotull. Makina që më bëri atentatin u nis për Cërik. Një makinë me targa greke më bllokoi dhe pash që i bëri foto makinës. Por shikoja te krau i djathtë më gjujtën me armë nga një klas dhe pash 2 vet që gjuajtën me armë. Kur më gjujtën herën e dytë mora plumb. Kam ndalu makinën në një lokal dhe zbrita në tokë. Pas plagosjes Dumani së bashku me Henrik Hoxhën u strehua në një banesë në Fier. Sipas dosjes hetimore aty mori mjekim nga disa mjek, por që më pas u rrethua nga policia e shtetit teksa ju vun prangat.